në studio dhe për gjithë shikuesit e TV1. Ne kemi filluar këtë maraton zgjedhësh këtu në qytetin e Pejës, ku pra më herët siç e patë në lidhje direkte kishim edhe kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, i cili ishte i pari që shfrytëzoi të drejtën e tij të votës. Mirë po përveç Radoniqit në këtë qendër, pra ne gjendemi në një nga qendrat më të mëdha të votimit këtu në qytetin e Pejës, në shkollën Lidhja e Prizrenit, ku në këtë shkollë pra përveç Radoniqit të drejtë vote kanë edhe 4229 qytetarë që shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës. Kjo qendër i ka edhe 5 vend votime. Për të parë se a ka arrit materiali me kohë dhe a kanë pasur ndonjë parregullsi, këtu afër vetes se ka menaxherin e kësaj qendre, Mireme Kolica Shatri, e cila do të na jep më shumë pra informacione. Atëherë vetë se ju tregova pra publikut që materiali ka arrit me kohë, por mund të na jemi më shumë detaje lidhur me materialin sensitiv. Materiali sot ka arrit me kohë, procesi i votimit ka filluar tamam ashtu si duhet. Çdo gjë është e përgatitur. A keni pasur ndonjë problem me stafin, a janë bërë gjitha përgatitjet pra me kohë? Përgatitjet janë bërë me kohë, por kam një vërejtje. Komisionerët ka që janë orë dhe 7:10, 7:15. Kur ju kam bërë pyetje, pse me këtë kohë, thonë nuk kemi informacion, a kanë thonë këtë kohë marë për 7-ve. Vetëm pak të komisionerët me pas pak, do më thonë marë pak ma heret, dhe gjithë për të gjana tjera në rregull jemi. Po ndonjë parregullsi tjetër a ka pasur se a është vendos tavolina pra në fillim që për personat që me gjithë me let emrin e tyre dhe se pam që më herët Radoniqi vetë se ngatroi vendvotimin e tij. A është ky problem edhe për qytetarët e tjerë apo ishte vetëm fillimi? Ndoshta pse ka qenë fillimi, kuti tavolinë nuk ka ndihmë, se domethënë zgjedhjet e fundit kjo mungan. Sigurisht që kishin pas votuesit me të lehtë që ta kenë tavolinën e informimit, por në forma tjera të vendosura në muri, numri e klasave, kështu me radhë. Po pse nuk është vendosa? Është bërë ndonjë kërkesë që me pas, duke qenë se është një ndër qendrat më të mëdha dhe ndoshta ka një fluks më të madh të qytetarëve. Kemi bërë kërkesë, por nuk është realizuar. Problem tjetër është edhe te pagesa e punëtorëve teknik. Ata vinë punojnë mirë vullnetare, se ka nevojë të ketë edhe një punëtor teknik të ndihmojë, do më thonë, sidomos tek kur jemi të pastërtia, gjana tjera, por mungon sepse s'ka pagesë për ta. Edhe kemi bërë kërkesë. A keni marrë ndonjë përgjigje ose diçka të tillë lidhur me këtë? Jo, nuk ka përgjigje. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Pra, si që po, këtu pranë vetes kisha menaxherin e qendrës, cila na jepi më shumë detaje për disa nga mungesat që po paraqiten dhe disa nga vërejtjet që ajo ka për lidhur me komisionerët. Përderisa jemi te komisionerët, vlen të cekët që Radoniqi kur u deklarua për media tregoi që për sa i përket pjesës të numërimit të votave, tashmë është vendosur edhe një kamerë pra kur vije koha të numërimi i votave për që gjithë procesi të jetë më transparent dhe të zhvillohet në mënyrë të drejtë. Këto janë informacionet të fundit që mund t'ju jap nga komuna e Pejës, e ne do t'jemi së bashku me Edonin edhe në qytetin e Deçanit, ku do e përcjellim nga afër gjithë procesin zgjedhor.